Në festivalin e shkencave tre maturant nga Gjimnazi Jordan Misja, Angelo Babani, Ricardo Amate dhe Ilario Sokoli prezantuan një projekt inovativ që synon parandalimin e përmbytjeve urbane përmes një sistemi automatik paralajmërimi. Projekti i tyre bazohet në sensor që monitorojnë nivelin e ujit dhe gjenerojnë sinjale alarmi në kohë reale, duke krijuar mundësi për reagim të shpejtë dhe minimizim të dëmeve, një zgjidhje konkrete për një problem të përhershëm të qytetit. Të pa që në qytetin e Shkodrës, sidomos gjatë periudhave nënor dhe mars, kena përmbytje të shumta, edhe është një problem kryesor për kamësorët edhe për qytetarët, i cili uji del nga posetat në rrugë. Sistemi jonë funksionon të pas 3 sonda në poset, cilat janë të lidhuna me 2 paketa relé, që janë të lidhuna me dritat përkatëse. Drita parë është të lidhur me sondën e parë që tregon nivelin minimal, është 29 cm këtë rast. Drita e dytë tregon nivelin mesatar, edhe është e lidhur me sondën e dytë, pra kur uji rritet dhe arrin te sonda e dytë, 20 drita e dytë, dhe kur uji rritet edhe has sondën e tretë, 20 drita e tretë, e cila tregon nivelin alarmant, pra poseta rrezikon të përmbytet. Drita e tretë është e shoqënuar gjithashtu me një sistem alarmi, po ashtu edhe të dërgon një telefonat të qendra përkatëse dhe për me gjetë lokacionin eksakt të posetës, i dërgojmë një mesazh, ajo të dërgon lokacionin se ku ndodhet poseta. Eksperimenti jonë është funksional, na kena testu edhe në terren në disa pikat ndryshme. Ne ja kemi propozu këtë projekt institucioneve përkatëse dhe kena menuar që këtë projekt vehet të implementohet në zonat urbane, që në një të ardhme të ketë një sistem paralajmërues dhe mos të ketë më përmbytje në zonat urbane. Kjo është një dëshmi se mendimi i ri nuk mbetet në teori, por kthehet në zgjidhje që i shërben qytetit.